dinamike me topin e basketbollit, sjellin ritëm dhe energji. Përshëndetje. Unë kam emocion sonte. Dhe doja para se të them fjalën të falënderimit. Përftoja dhe drejtorin e drapit Lezhë, zotin Hasan Bunqa. Kemi pakru drejtor, por
të shkollës të Tereza nga kolektivi i shkollës të Tereza. Faleminderit gjithë. Fort të dashur prindër, nderuar kryetar i bashkisë, nderuar kolegi Reno, nderuar drejtoresh, të dashur zënës dhe fort të nderuar kolegi. Sinqerisht, unë ju falenderoj për punën që keni bërë, ku kemi bërë bashkë edhe thijen, edhe dukimin dhe fundimin e sportit. Për në mënyrë të veçantë për mua të falenderoj 4 mësuesit dhe edukim fizik, mësuesit Celebratën, profesor Gjergjin, profesor Teorin dhe Denisin, por pa haruar dhe mësuesin në aktiviteteve e rinjë. Normalisht me pritaritë të tilla nuk janë pritaritë konkurruese, por janë dhe pritaritë ku secili kush shprehni solidaritetin tuaj. Ndaj do të dëshiroj që vitin e ardhshëm në këtë shesh mos të gjejë të shkollën në Tereza, por gjejë të gjitha shkollat e qytetit, sepse besoj që terapia do bëhet edhe më e bukur, do rritet solidariteti, do rritet bashkëpunimi, do rritet dashuria mes tyre. Faleminderit. Faleminderit drejtor që ishte sot me ne. Dua të falenderoj dhe kryetarin e bashkisë Albert Mëlyshu që ndodhet sonte me ne. Dua të falenderoj drejtorin e zyrës arsimore Renoir Konaj, Gimzon Don Gjergjin që më largua se kishte një impenjim. Gjithë zyrën arsimore, gjithë kolegët, gjithë nxënësit, faleminderit mësuesit e edukimit fizik, mësues Gjergjin, mësues Fiorin, mësues Durakën dhe Denisin, një duar për ditja. Një falërim të veçantë kam për prindrit që na kanë besuar të ardhmen e fëmijëve të tyre. Faleminderit të gjithëve. Faleminderit të një rapë të gjithë ju. Bravo! Më falenderoj dhe mbrëmje të këndshme. Faleminderit. Faleminderit DJ. Por një mënyrë për të rritur, për të bashkëpunuar dhe për të shijuar çdo sfidë. Le ta përmbyllim këtë ditë të veçantë me energji, buzëqeshje dhe frymën olimpike. Urime të gjithë pjesëmarrësve, e në takofshim në veprimtarinë të tjera sportive e kulturore.